Mirë, jemi sërish drejt për së drejti në live në mëngjes në Vizion Plus, në këtë pjesë të fundit ku do të fokusohemi tashmë tek dita e 8 e protestës, por jo vetëm tek kjo e fundit, sigurisht që do të bëjmë një analizë duke filluar që nga mënyra se si nisi kjo protestë, ku qytetarët morën shkak nga investimi prej 4 miliardë euro që do të bëjnë në Zvërnec, me njëherë më pas, ditë pas dite duke ndryshuar dhe duke përsëritur kërkesa të ndryshme, sepse mes protestuesve ka qytetarë cilët janë të pakënaqur përgjithsisht me gjëra personale që mund t'i shqetësojnë dhe që ka ardhur në atë pikë sa i ka detyruar këta qytetarë dalin në protesta në ditën e 8, ditën e djeshme. Dhe sigurisht ka pasur protesta tjera edhe në qytete të ndryshme në Shqipëri, por edhe jashtë territorit. Do të përpiqemi ditën e sotme të bëjmë një analizë të situatës me analistin Poli Hoxha, në tjetër kohë drejtues i Alfa Press Pikal. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Kënaqësi ju kemi. Si lexoni ju këto protesta, pikërisht duke nisur nga dita e parë, kur nisi edhe më njëherë pas duke i analizuar me radhë? Shiko, fillimi faktikisht nisi për projektin e Zvërnecit dhe sidomos nga një ngjarje që ishte papranueshme, brutale nga ajo që ndodhi në policinë privat. Por ajo ishte një, nuk mund të them një shkak, por një shkak për të mbledhur ose për një grup të vogël të shoqërisë civile për të organizuar një protestë të radhës, të cilët her pas here kanë organizuar edhe për mjedisin apo edhe për problemet të tjera që mund të kemë patur në Shqipëri, nuk kanë patur ndonjë pjesëmarrje masive dhe ndodhi papritur ajo që në sociopolitik quhet efekti flutur. Do të thënë, efekti flutur është që në natyrë është që një flutur rreth krahët në Australi dhe krijojnë kushtet të një shtullur nga ajri të cilën asyri njeriut asveshi nuk e kap, por kushtet në përqiej, në mjedis e tjere të çojnë në Amerikë për shembull uragan. Interesant. Dhe në sociopolitik kjo është që një ngjarje që në duket parë është e parëndësishme, shfrytëzon mllefin, pakënaqësitë, keqeverisjen, pakënaqësinë për opozitën e cila duhet të ishte valvull shkarkimi në një shoqëri demokratike, e kthen në një uragan. Zakonisht këto lloj efektesh flutur kanë disa fazat që shqyr Zotit dhe për merit edhe të qytetarisë protestuese dhe të atyre që kanë dalë në shesh është një flad pranvere, domethënë një diçka e bukur dhe pranvere, sepse larg qoftë efektet flutur ndonjëherë janë shkatërimtare për vendin dhe për shtetin, por edhe për shoqërinë. Në Shqipëri për shembull rast efekt flutur kemi piramidat. Dolën një grup njerëzit duan paret tona një muaj në përsheshe dhe pastaj ndodhi ajo që nuk e urojmë më të ndodh më Shqipërisë dhe prandaj klasa politike dhe sidomos qeveritare, majoritare duhet të reflektojë dhe duhet ta lexojë mesazhin e kësaj, sepse duan ta kanalizojnë sikur është protestë thjesht kundra Zvërnecit apo kundra investimit. Jo, nuk është. Nuk kam dëgjuar unë aty, kam qenë gati të gjitha ditët, nuk kam dëgjuar unë aty njëri tjetër kundra investimeve në Shqipëri. Madje edhe investitorët vendas apo dhe tuaj që kanë qenë të larguar përgjithsisht, po dhe vendas investitorët e mëdhenj tash janë të mërzitur, sepse gjithë çështja është që një investitor i madh, edhe ata tash të quajtur oligark që etiketohen në Shqipëri, nuk ka interes dhe nuk ka leverdi që të investojë dhe të bëj projekte me mishdhije brenda, me cene brenda. Por mënyra se si është ndërtuar sistemi këtu është që biznesi është në natyrën e vetë që të rritet, të zhvillohet, të investojë, por nëse ti e fut në korniza, të cilat e detyrojnë atë që të futet në investime që kanë cene, e ke parasysh kur është përgjegjës shteti për hipotekat, janë prona të shtetit, si janë të shtetit, si ashtu, ti e përgjegjës që ti t'ja pastrosh këtë rrugë në kuptimin ligjor dhe të pastër investimit, dhe investimi t'jeti qetë të mos përfundoj as në SPAK, të mos përfundoj as i etiketuar nga shoqëria, apo dhe si në këtë rast nga media ndërkombëtare, kështu që edhe në rastin e kësaj, këtu fillesa, dhe prandaj u bë dhe lajm ndërkombëtar, fillesa të fundit fare që ju intereson
që ju intereson në kuptimin ajo që ka bërë qeverisja me mënyrën e zvërnesit, me mungesën e transparencës, me çështje që janë ende në gjyq, me banorë që pretendojnë, apo mjedisi shumë i rëndësishëm sepse s'ka një transparencë, kanë bërë pis familjen presidenciale, sepse kur shteti të thotë, gjë, mos qaj kokë, thotë, mos qaj kokë se të kam siguruar unë, dhe me keqja fare në një shoqëri mos qaj kokë se nuk, edhe opozita nuk do thotë gjë, që në fakt në gjithë botë. Por, çfarë ndodhi? Ndodhi, do më thënë që qytetarëve ju ishte mbledhur e gjitha. Dhe tani, që nga dita e dytë, besoj, që nga dita e dytë dhe në vazhdim, pavarësisht se retorika është mbajtur tek zvërnesin, nuk është më protest për zvërnesin, por është protest për sistemin, për klasën e korruptuar politike, për sistemin dy madje media zyrtare, Belge e kapi më shpejt se shumë media në Shqipëri, atë mesazhin e qytetarëve është kundra establishmentit PDPS, që simbolizojnë aty në protestë nga Sali Berisha dhe Edi Rama. Ndalemi pak tu, sepse në Shqipëri jo pak herë ka pasur, le të themi, protesta nga shoqëria civile sa i përket çështjeve ambientaliste. Kemi pasur çështjen e lumit Vjosa e tjera, ndoshta edhe më pak të rëndësishme, por që nuk ka pasur këtë lloj sensibilizimi, siç ka qenë rasti i flamingove. Por duket sikur nuk është më fokusi aty, ama nga ana tjetër, le të themi, qeveria apo kreu qeverisë vazhdon të mendojë që po bëhet për flamingot, por në fakt janë ngritur disa kërkesa. Bën si, shiko, se ka të gjë interesante këtu, jo vetëm qeveria, jo vetëm kryeministri, jo vetëm kryetari i opozitës edhe enturazhet e tyre, edhe një pjesë e mirë e mediave të cilat e tjerë që po bëjnë, dhe e theme, do t'ja heq thonjë atë fajra, po bëjnë si idiot. Po bëjnë sigur se kuptojnë, po bëjnë sigur janë flamingot, po bëjnë sigur është Trumpi, po bëjnë sigur janë Izraelitët, po bëjnë sikur, e ke parasysh, sikur është Sorosi, po bëjnë sikur është Irani, po bëjnë sikur, do të thënë, mund të shpikin, mund të thonë gjithë çfarë lloj gjërash, po bëjnë sikur janë LBKT-t, do të thënë, aty ka flukse pafund, por vetëm një gjë nuk duan ta pranojnë. Olla, do më thënë, janë të mërzitur, janë të mlefosur, sepse ka një moment, ka një pik, që ato kratë e flamingos atje, ato kratë e flamingot i ka çdo shqiptar në shtëpinë e vet, me padrejtësit e një vendi ku duke filluar që nga arsimi, që nga shëndetësia, disa të tjerë, shumica janë të rinj që kanë provuar jashtë, sepse në një vend normal, shoqëria është si një tenxhere me presion. Dhe tenxheria me presion, gjithë kemi nga një tenxhere në presion në Shqipëri dhe shikojmë që ka valvull. Se po të mos kishte valvull, kthehet në bombë dhe ta ecë shtëpinë e erë. Dhe çfarë ka ndodhur në Shqipëri? Ka ndodhur në Shqipëri që e vetmja valvull shkarkimi, kësaj shoqërie ju la emigracioni. Dhe ai u provua për një kohë shumë të gjatë, gati 20 vjet, mirë atë pjesën e parë se ishte valvull shkarkimi për regjimin komunist dhe ishte tjetër situatë. Por dhe në një vend demokratik ku duhet ketë liri, meritokraci, të punës, të çdo gjëje, vazhdoi çuditërisht gati gjithë dhe u rrit shumë, sidomos të 20 vitet e fundit. Kjo valvull e shkarkimit mbaroi. Njerëzit po e kuptojnë, brezat po ndryshojnë, po rriten që pse të mos e bëjmë, se vajtan e pan dhe Europën, e pan dhe Amerikën, pse të mos e bëjmë atë lloj jete, ndoshta edhe më modeste, por jemi në shtëpinë tonë, atë dheun tonë, me të afërmit tonë, pse të mos e bëjmë në vendin tonë, çfarë i mungon këtij vendi? Dhe kanë arritur, dhe kjo valvull tashmë, kjo valvull normalisht duhet të ishte tek opozita. Duhet të ishte te opozita. Çfarë është opozita? Gjithë pakënaqësitë e njerëzve, e shqiptarëve, i merr dhe i kthen në alternativë dhe i kthen dhe në presion ndaj qeverisjes, e cila bëhet dhe më e kujdesshme. Edi Rama zgjodhi të ketë opozitë pateric me Sali Berishën, duke shfrytzuar hallet e Sali Berishës, spaku, unongratat, dhe i cili mori peng partinë e vet, por haroi një gjë që po të kishte një opozitë normale, kontrastive me qeverisin e tij, ai vet nuk do ishte kaq në hall sa është tani. Nuk e ka shpikur kod bota sistemit demokratik, është balans. Mendoni se kryeministri është nisur nga qendrimi që thotë dorë që nuk e jap, projekti do bëhet. Ai, dëgjoj, ai jo është në hall, ai është në hallet të dy fishta.
Njëre para, fakti që a i gjdo ditë nëzirë nga një organizator brapa protestës, kur nuk ka organizator. Edhe aty ka një grup njerëzish që e filluan, që ju ka ngellur në dorë menaxhimi i mikrofonit dhe i protestës në kuptimin e thirrjeve. Por aty organizator, po të themu në emrat konkret, dy janë, nxitësit dhe organizatorët. Dhe ata e artikulojnë qartë se kush janë. Është vetë Edi Rama me Sali Berishën. Ata e kanë thirrjen më kryesore. Dhe këta kur kjo është një lloj klase politike që nuk kupton, nuk do të kuptoj, ndoshta edhe është e detyruar të mos kuptoj, sepse fundi i gjithçkaje është drejtësia. Dhe frika për të paraqitur para drejtësisë mund të bëj shumë gjëra. Ajo parulla Rama-Burg, Berisha-Burg nuk është një metaforë shumë e thellë. Nuk është se do marrë protesta, do fus në Burg. Në Burg të fut drejtësia, Ramën dhe Berishën. Por ajo metaforë thot, juve me vot nuk ikni. As me vot brenda partisë nuk ikni. Ju me vot popullore nuk ikni se keni kapur se veti numëroni, vetë zgjidhni kush do jetë në opozitë etj. Dhe kemi parë pa Kosovën, po e diqja me vëmendje një keshën ti me Denadën, dhe këtë po diskutoj dhe aty me këta kolegët tuaj, por habite njerëzit si ka mundësi në këtë vend, njerë nuk dëgjuam rezultatin në kohë reale, por më e keqja akoma nuk dëgjuam njerë palën humë se të thotë ky është rezultati im, ky është rezultati tënd në kohë reale. Dhe madje ta sjell pak edhe ambientin sepse kjo ka shkuar në shesh. Ato që ishin diskutuar çlirshëm në përkafene brenda socialistëve, brenda demokratëve, brenda gjithë shqiptarëve, sot gjitha po artikulojnë shesh dhe ata s'duan t'i dëgjojnë. Sepse aty u tha dhe një batut kur po diskutonim emisionin që po bëhet ti me Denadën, intervistë. Këta, kur vjen puna për të numëruar parat që marrin... I numërojnë më shpejt se sa votat. Në kohë reale, votat e shqiptarëve duan një muaj. Mendojnë një muaj që ti numërojnë. Ndalemi pak, se do doja ta preknim pak e qëndrimin e opozitës, që në rastin më të mirë, dikush që do donte të bënde një rotacion pushtetit do ta shfrytëzonte këtë rast. Duke qenë se zoti Berisha ka qenë në kilometrin e fundit, ka organizuar protesta kombëtare, jo vetëm që nuk e shfrytëzoi, po mbajti të njëjtin qëndrim me partinë në fuqi. Si e shikoni ju partinë, le themi qëndrimin e opozitës në këtë rast? Shko, unë kam qenë një nga zërat, edhe këtu në darkë ndonjëherë, e pak të ndoshta edhe të vetëm, i cili kam qenë në mes të një retorike të ngulitur dhe të imponuar shqiptarëve. Retorika e ngulitur dhe imponuar shqiptarëve ka qenë kjo. Ky është realiteti, nuk kemi çfarë të bëjmë. Në këtë vend kemi vetëm dy faktorë. Kemi Edi Ramën dhe Sali Berishën. Tani, dhe gjithë loja ka qenë që duhet të zgjedhim mes këtyre të dyja. Hajde, gati të dy e pranojnë, të dy jemi të këqinj, po Sali Berisha thotë është e keqja më e madhe është qeverisja, e dim që kemi probleme, e dim që kemi kështu të thonë ata enturazhi i Partisë Demokratike, e dim që e kemi Berishën në SPAK, që akuzohet për korrupsion, por shiko çfarë po bën Edi Rama. Edi Rama nga ana tjetër del për çdo gjë dhe kur ka zgjedhje dhe të kujton në Theshtatën, të kujton Gërdecin, të kujton 21 Janarin, të kujton piramidat, madje edhe kur vdiq Servet Pëllumbi, nuk e nxori profesorin e socializmit si zotëri me kostum, po e nxori të rrahur në 96 nga Sali Berisha. Domethënë dhe me rastin e vdekjes e shfrytëzoi qenin e Sali Berishës aty për kështu. Dhe ky valc dysh, i cili mbrapa skene është një bashkëpunim i hapur, sepse e nxjerrin kokën her pas here kur vjen puna për kodin zgjedhor, për reforma të rëndësishme, pajtojnë etj. E nxjerrin kokën në ekonomi, në leje ndërtimi, në çdo gjë tjetër, kur vjen puna këtu rastësisht, ca për komplekse, po dhe për interesa, u bashkuan. Nuk bën lojën, armik, loj luftrash. Deri tani ka qenë loj luftrash. Gjëja sikur luftojnë që t'jenë dy palë.
dhe t'i që orientojnë shqiptarë dhe t'i mbajnë vetëm në këto opcione, që mos lejojnë alternativ tjetër. Dhe kjo lloj luftrash u doq këtë radhë, dhe po përpiqen që të rikthehen prapë te skema. Dje për herë të parë, për shembull, u bë tentativa sepse Sali Berisha pasi quajti Mjeran, ata që protestonin, se Edi Rama pastaj te kaloi çdo gjë, njëri quante të grekëve, njëri të iranianëve, të gjithë shërbimeve inteligjente të botës anti-shqiptare, ndërkohë që kjo duhet ta bëj protestën dhe shqetësimin edhe më të madh, sepse kush na mbron neve nga shërbimet anti-shqiptare? Kush duhet na mbrojë? Qeveria, sigurisht. Po pra, kur qeveria thot, e ke parasysh justifikon, qeveria është duke pranuar që nuk është e aftë, dhe gjitha këto mashtrime janë i nxorën bashkë dhe tani po përpiqen që të ashtu. Dje ndodhi për shembull diçka, u hap mikrofoni, 2 ditë rresht Sali Berisha i urdhroi madje dhe Zvërneci filloi ta kritikoi. Dhe në grupe WhatsApp i lëshuan njerëzit atje, ju thanë dhe duroni, ju shkruajtën, ju thanë dhe duroni kur dëgjoni për liderin suprem. Bëni si të bëni. Bëni si të bëni. Dëgjoni vetëm pjesën Rama në burg, atë tjetër mbyllni veshët, sepse duhet patjetër që kjo protest të mos jetë ajo që ishte. Dhe u lëshua dhe mikrofoni. Dhe tendenca është që, dhe do dalim se ç'është kjo protest. Është shumë e bukur analiza se çfarë është kjo protest. Tendenca është që ai filloi nga Elbasani, filloi me disa individ me mikrofon që të flasin me fjalë të pista, Rama do të bëjmë këtë, do të heqim zvar, mund të ketë dhe 21 janar, gjak e tjerë, po që janë në minorancë në krahasim. Po pra dhe u bllokuar në një farë mënyrë, pastaj u reflektua, por aty gjithë sekreti është tek kontrasti në mënyrë pa u marrë vesh, pa folur në telefon, pa njohur njëri tjetrin. Se si janë bërë bashkë. Të gjithë bashkë ata janë njerëz të kulturuar, madje me shkollë, të veshur bukur nga të gjitha llojet e shoqërisë. Unë rastisa para 2 ditësh në krah të majt kisha 3-4 murgesha, në krah të djathtë 2 grame shami muslimane, një grua 7 zën me fëmijë, me qenë të gjithë racave atje, dhe qenë të rinë janë bënd të edukuar, nuk lejnë atje. Dhe ti biesh asaj proteste laramane në kuptimin qytetare nga fillimi deri në fund, që nuk kishte parë Tirana prej shumë kohësh, nuk dëgjoni fjalë të pistë, nuk dëgjon ta heqim zvarr. Jo, e ke parasysh, me ato se cili bën memen e vet, pankartën e vet therrse. Dhe del proteston me formën e tij. Dhe kjo ndalemi pak që te kjo që ju sapo thatë, që nuk kishte parë Tirana prej shumë kohësh. Ndoshta qysh prej protestave të armëve kimike apo dhe asaj të studentëve. Pra, mbeten të pakta protestat, le të themi, qytetare që kanë lindur nga qytetarët dhe janë bërë masive. Zoti Rama besoj që në këtë rast ka një xhol në dorë që mund ta përdori. Pra, siç e përdori në rastin e armëve kimike për ta rikonfirmuar veten. Unë them s'ka asnjë xhol madje, nuk është me shpejtësi, sepse kjo po prodhon dhe 2 efekte. Pra mund vendosi të anuloj projektin dhe thotë që këtë kërkuat, këtë po ja u jap. Po nuk po e kërkon më njëri anulimin. Edhe për projektin ishte një keq kuptim se mund të kishte ato grupet e fillim, nuk po kërkon më një anulimin. Edhe për projektin që nuk po zihet më në gojë, është kërkuar transparencë. Nuk po kërkon njëri, nuk është njëri kundra investimeve aty. Ore, si mund të jenë kundra investimeve ata që mosha mesatare është 25-30 vjeç? Mosha mesatare është 25-30 vjeç. Kur del Edi Rama dhe Sali Berisha dhe thonë ata janë kundra investimeve perëndimore tuaja kapitalist. Po si mund të jenë ata kundra investimeve kapitaliste kur Sali Berisha ka lindur në luftën e 2 botërore, më shumë se gjysmës e jetës së tij e ka kaluar në kohën e komunizmit, që kishte vetëm urej prona kapitaliste dhe investimi kapitalist, ka qenë dhe sekretar partie 25 vjet. Edi Rama ka jetuar në mes të bllokut me babajn edhe me dajon në nomenklaturën komuniste, dhe më shumë se gjysmën e ka kaluar në komunizëm, ata kanë lindur në kapitalizëm, dhe ata që nga antikapitalistë, dhe këta të dy, e kupton, janë mbrojtësit e mëdhenj të kapitalizmit. Këto mbrojtës shkolla nuk jo edhin dot. Ore, thjesht, ajo protest është bashkuar në një vektor, se ka 1000 vektor atje. 1000 valenca. Ka 1000 valenca që kanë dalë në një vektor. Kundra klasës së korruptuar
politike e cila ka kapur dhe sistemin, e cila nuk i lejon këta njerëz që ta bëjnë ndryshimin nëpërmjet votës. Ore, dhe e shikon ti ata të rinj, po pse nuk shikojnë ata? Këta i kanë bërë shqiptarët për budallënj. Dhe kanë kujtuar se janë të mpirë, janë budallënj, kanë pranuar fatin që të kenë vetëm këta dy lider suprem, dhe doli që si ishte ashtu. Dhe nuk të linin as ta thoshe që ekziston kjo te njerëzit. Dhe si përfundim, kur vjen puna, çfarë ju kërkon ti atyre? Çfarë kërkon ti të energjizosh atë protestën e tyre? As PD-ja dhe as PS-ja mund të fusin brenda njerëz e drejt që t'ju marrin. Por nuk e bëjnë dot pis. Por nuk e bëjnë dot pis, madje i kanë nxjerrë dhe më të këqij, sepse Edi Rama mban në krah të djathtë në emër të rinisë Noizin, Sali Berisha mban në krah të djathtë Stresin. Mund të jenë këngëtar mirë të gjithë, por nuk i përfaqësojnë atë lloj rinie që kërkon karrierë, kërkon ta, dhe kaq është. Për ta përmbyllur, se kanë dalë titrat, jemi në minutën e fundit. Cili është ose cilët janë skenarët, si mund përmbyllet kjo situatë? Do të vazhdojnë protestat? Do të kemi lëshime nga qeveria? Kjo situatë ka disa skenarë. Njerë kjo i nxori, si që janë këta të vjetër, kanë filluar edhe brenda PD-s, edhe brenda PS-s, të më thënë, njerë këta mbaruar në kuptimin jo politik, sepse kanë votat në parlament. Kjo është një lloj proteste që është kthyer në peligrinazh. Po të shkosh atje nuk ri një njeri, nuk shikon në të njëjtin vend të njëjtat fytyra. Ka flukse, vinë, është bërë si peligrinazhi në Mekë apo vendet e shenjta në Jeruzalem. Po është bërë në mod tani, takohemi tek protest. Po, është bërë në mod, është e bukur, takohen njerëz, po mund të lindi dhe dashurira, ka fëmijë, ka etj. Nuk e zhbëjnë dot frymën dhe atë. Ajo është një lloj proteste që dhe sikur të vendos, se do ikin me pushime, thot protesta, sigur imagjinoj protestën që ka një mendje. Do ikim se për të urdhëruar, si urdhëron dot njëri atë. Do të thënë, haroje, do të thënë, nuk thuaj çat duash hidh ndonjë parull aty që për shembull po të dalë njëri të marr mikrofonin. Unë mendoj për shembull të thotë që ne kemi vetëm Edi Ramën të rrëzojmë një këtë qeveri dhe ta heqim më vonë ta shikojmë, siç janë këto retorikat e tyre punën e Sali Berisha. E fishkëllejnë dhe nuk e qasin më në podium. Pse? Sepse tashmë ajo është një festë e zgjimit. Po ta shikosh është si celebration, është një festë aq e bukur, sa që është përndar edhe na shu dhe shko çfarë i ka bërë ajo shoqërisë. Para asaj proteste, ne të gjithë ecim në për rrugët e Tiranës, në për kafenera, takojmë njerëz. Por është njerëzit e zymt. Edhe kur shkon blen një diçka, edhe kur unë vëre që edhe ata që si janë në protestë, ka një lloj gëzimi. Po ka një lloj gëzimi, flitet për protestën, etj, domethënë me një opsion tjetër dhe është një protestë që me një fishkëllim mund ta mbledhësh kur të duash, në qoftë se kjo klasë politike nuk detyrohet të vendos rregulla të reja për Shqipërinë. Me pak fjalë, themi do të fiton protesta apo qeveria këtë? Ka fituar protesta, vetëm çështje kohe është. Faleminderit shumë që ishit me ne dhe për opinionin tuaj. Faleminderit dhe ju dashur miq që qëndruat me Vizion Plus deri në këto minuta. Sigurisht që ne do t'ju lëmë takim ditën e nesërme në të njëjtën orë, për pa harruar që sot është e hënë, sigurisht që ka Ferma VIP, do të kemi mundësi të shohim se si do të zhvillohen ngjarjet kur ka mbetur edhe pak ditë nga finalja e madhe. Kështu që qëndroni me Vizion Plus. Faleminderit që ishit me ne ditën e sotme, shihemi nesër.